Po, është një situatë e cila me kalimin e viteve, me konsolidimin e demokracisë, mendoj duhet ishte e tejkaluar, nuk duhet kishim më diskutime numrave të votave, sa vota janë dhënë një partije, sa janë manipuluar, sa janë nxjerrë të pavlefshme. Duhet kishim dhe një rotacion normal në demokraci, pra pa kontestime, njohje zgjedhjesh e tjera, po kjo është Shqipëria, 30 sa vite janë të njëjtat problematika, njëherë diçka më tepër, njëherë diçka më pak, pothuajse në të gjitha zgjedhjet nuk janë njohur nga njëra palë ose nga pala tjetër. Gjithmonë ka pasur përdorime të pushtetit, çdo parti e cila ka qenë pushtet e ka maksimalizuar atë fuqi që ka për të rritur numrat e votave të saj, kanë përdorur gjithë mekanizmin dhe gjithmonë e kanë mbajtur KQZ-n politike në mënyrë që ose me përfaqësues të partive kryesore për të pasur maksimumin e ndikimit tyre, qoftë në rezultat, qoftë për të garantuar dhe procesin mbase, se një lloj balance është dhe ajo, por që është e politizuar. Dhe jemi në këtë rezultat që gjithmonë, ose në këtë situatë dhe këto zgjedhje që gjithmonë ka kandidat, parti që kontestojnë zgjedhjet.